500 deri 1000 euro shpenzime për maturë në një vend me pagë mesatare diku 600 euro. Jetojmë në një shoqëri që i mëson fëmijët se të dukesh bukur është më e rëndësishme se të jesh i ditur. Sot për kurreshtje dëgjova shumë intervista të realizuara me maturant nga disa televizione edhe disa portale. Maturantët çdo vit na befasojnë me pamjen e tyre, po kjo nuk është ajo që kisha dashur të fol. Sot i kom analizu qasjet e gazetarëve ndaj maturantëve. Pyetjet që ata i kanë përzgjedh për m'ju bë maturantëve. Prej gjitha atyre pyetjeve, e gjitha atyre intervistave, pyetja thelbësore ishte sa ke shpenzu për këtë natë. Pyetje që mundet të rinjët me i vu në siklet, që mundet disa tjerë me i ba me u ndje inferior, që mundet me i shty disa të tjerë që ende nuk e kanë pas mbrëmjen me u bë presion prindve për shpenzu shumë e ma shumë. Nëse matura është kurorëzim i viteve të dijes, a nuk ish dash që pyetja kryesore me qenë çka do të studiosh ose cili është profesioni yt në të ardhmen? Ti mësojmë fëmijët të krenohen me dijen e tyre edhe jo me pamjen e tyre. Ose përndryshe të mos ankohemi që çmimi i një frizure është e barabartë me rrogën e një njeriu të arsimuar, sepse vetë po i ndajmë prioritetet. Afër 1000 euro tha kom shpenzu një maturante për këtë natë. Edhe disa të tjerë treguan shifra mbi 500 euro që kanë shpenzuar. Tash imagjinoni se si do të ndihen maturantët e tjerë ose çfarë presione do t'ju bëjnë prindërve edhe si do të ndihen prindrit në një vend ku paga mesatare është diku 600 euro e kilogrami i djathit është. Si do të mund ta përballoj një gjë të tillë? Të dashur maturant, ju jeni të bukur edhe nëse me veshje sportive shkoni në mbrëmjet maturës. Ama në test të maturës nuk mundeni me shku pa u përgatit edhe pa lecu.